Aktualisht në Ferizaj kemi edhe më shumë se 77 persona të zhdukur, jo vetëm në Ferizaj, po në regionin për cilin po flasim, pra përfshirë edhe komunat tjera të këtij regioni. Dhe në kuadër të angazhimit, pra gjithmonë me përkrajnë e familjeve dhe partnerët ndërkombëtar, kemi më shumë se 108 lokacione të cilat janë adresuar në kuptim gërmimit vlerësues. Tash në kuptimin e statistikave, si region, krahasim me regionet tjera në cilat kemi diskutuar, pra po mbja keq që po përdor numrin ose shprehje statistikore, po numri mbetet më i vogël, megjithatë të jem shumë i kujdesshëm për të evituar çdo keq kuptim të mundshëm. Edhe sikur vetëm një person do të mbetë në listën e personave zhdukur, për atë familje, për atë komunë, për atë lokalitet nuk mund thuhet që është bërë mjaftueshëm. Pra rrjedhimisht i bie që edhe ky region do të vazhdojë të jetë pjesë e agjendës, kuptim të adresimit dhe të angazhimit me shumë prioritet, gjitha rastet që vazhdojnë të jenë në listën e personave të zhdukur, dhe as që mund ta them pavarësisht faktit që ne jemi komunikim të vazhdueshëm me familjarët, megjithatë në rastin e luftës së Kosovës kemi edhe këtë lëvizjen e trajtorës nga një dhimbje familjare ose personale tek një dhimbje ose kaos shoqëror dhe mbarje institucionale. Rrjedhimisht ne do të vazhdojmë angazhimin edhe ditëve në vijim, në kuptim të adresimit çdo informate që do të mund të ndihmonte ose kontribuonte në zgjidhjen e cili do rast persona zhdukur. Si region mbetet pak specifik, që sfidon pak procesin, kuptimin e angazhimit të ekspertëve ligjor, megjithatë këtë pjesë më hollësisht do ta përcjell besoj doktor Djetori, ne kemi disa raste që janë specifike në krahasim me regionet tjera.